Dua të dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë atit tim qiellor për një mrekulli që ka sjellë në jetën time. Vëllezër dhe motra, që në moshë shumë të re, shkenca mjekësore më diagnostifikoi me vezore policistike dhe më tha se shtatzania do të ishte shumë e vështirë dhe nuk mund të mbetesha shtatzan natyrshëm dhe të më duhej të nënshtrohesha trajtimeve të fertilitetit. Vëllezër dhe motra, unë dhe burri im kaluam më shumë se 15 vjet duke u përpjekur që të ngelim shtatzan. Shkuam në klinika fertiliteti, u nënshtruam shumë trajtime, por kjo nuk ishte e mundur. Dhe kështu Zoti më ngushëllonte dhe më thote se do t'isha e duruar. Dhe ai më thoshte sepse u mendoja se nuk do të bëhesha kurrë nën, por nuk ishte kështu, sepse ai ishte që kishte fjalën e fundit, se nuk do të më linte të ngatrohesha nga shkenca mjekësore. Dhe ai do të punonte me që do të më surprizonte, që gjithçka do të ndodhte hap pas hapi. Dhe kështu është vëllezër dhe motra, që së bashku me burrin tim, Zoti na ngushëlloi nëpërmjet profecisë dhe ne vendosëm të prisnim në kohën e tij, sepse kuptuam se kur ju drejtuam atyre trajtimeve që nuk ishin funksionuar, e kuptuam se nuk ishte ardhur ende koha e tij. Dhe është kështu vëllezër, ashtu si në studimin e tretë biblik, përpara studimit të tretë biblik, Zoti na foli dhe më tha se do të ishte një lidhje që armiku më kishte vënë për shumë vite dhe se do të më shëronte. Dhe kështu vëllezër, 2 muaj pas atij studimi biblik që shijuam në Movistar Arena, Zoti na ka dhënë atë bekim që nuk e prisnim. Dhe fillova të përjetoja disa simptoma. Fillova të mos ndihesha mirë dhe kërkova ndihmën mjekësore. Bëra disa analiza dhe kështu mjeku më surprizoi duke më zbuluar se tani jam 3 muajshe shtatzan. Vëllezër dhe motra, dua të dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë atit tim qiellor për atë dëshirë të madhe që Zoti ka përmbushur në jetën time dhe gjithashtu në jetën e burrit tim. Vëllezër, dua të dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit tim. Para 7-8 muajsh, fryma e shenjtë më flet në profeci dhe më thot se në vendin tim të punës, pasi unë punoj si muzikant në bandën simfonike, diçka shumë e rëndë do të ndodhte, por që unë nuk duhet të shqetësohesha pasi ai do të ishte duke më mbrojtur nga rreziku. Dhe kështu një ditë, kur shkoja në punë, dalova pak më parë në hyrje të një kompanie për të dorëzuar disa dokumente. Bonohem aty rreth 10-20 minuta. Dal sërish me motorin tim dhe Zoti lejon që të më kaloj me anë një taksi dhe shoh se shpërthen një bombë përpara një baze ajrore. Zoti më mbrojti. Dhe edhe motori në këtë rast shërbeu për të më mbrojtur, pasi unë kisha hipur në të dhe isha gati për të nisur, kur ndjeva që dora u më godit, dora e djathtë ku kam edhe gërvishje. Përveç kësaj, psova edhe 8 gërvishtje të tjera në trup të shkaktuar nga copat e metalit që më ra nga shpërthimi. Mund t'ju them se Zoti bëri një mrekulli në jetën time. Pas kësaj, ati më flet sërish në profeci e më thot se ai e dinte se unë kisha një dëshirë shumë të madhe në zemër dhe që ishte të mund t'jepja një përqafim për ta falenderuar për çdo gjë që kishte bërë për mua. Dhe Zoti më thot, unë të kam përqafuar tani më pasi mbrojta jetën tënde dhe për mëshirën që kam ndaj teje se je biri im, unë nuk lejova që ky institucion të shkatrojë plotësisht bashkë me çfarë ka përreth, pasi kishte edhe 5 pipeta që ende nuk ishin shpërthyer. Ndaj duhet t'i jap nderin dhe lavdinë atit tim.